Zbuloni çfarë ndodh me organizmin dhe veshkat nëse mbani urinën. Jeni në gjysmë të filmit dhe u penduat për atë pijen e madhe që pit me një frymë. Nuk doni të çoheni nga tavolina pa e mbyllur raportin, ose thjesht përdorni të shkoni në tualet. Sa herë ju ka ndodhur që të mos shkoni në tualet për të kryer nevojat tuaja personale për gjithfar arsyesh? Të gjithëve na ndodh, por nuk duhet të lejojmë të ndodhë më sepse mund të çojë në probleme serioze. Të urinuarit është një proces fiziologjik më i rëndësishëm i organizmit. Veshkat filtrojnë ujin e tepërt dhe mbet urinat nga gjaku juaj dhe urina depozitohet në fshikëzë për t'u eliminuar jashtë. Normalisht, fshikëza mund të mbajë deri në 500 ml ujë, por në qoftë se ju e bëni zakon mbajtjen e urinës për periudha të gjata kohore, ju mund të ushtroni fshikëzën tuaj në mënyrë që të mbajë edhe më shumë. Por nëse e mbani atë për një kohë të gjatë, mund të krijojë probleme dhe infeksione bakteriale, të cilat do të ndikojnë si në shëndetin e veshkave, gjithashtu edhe në shëndetin urinar.